Haxhi i lamtomirës nga jeta të dërguarit Muhammed a.s. Kur ndodhi në Medinë gjatë Ramazanit, i dërguari e kishte zakon të bënte një halvet në xhami 10 ditëve të mesit të muajit, e disa prej shoqëruesve të tij bënin po kështu. Por këtë vit, pasi kishte mbajtur 10 ditë të caktuara, ai i ftoi shoqëruesit e tij të çndronin në veçim me të edhe për 10 ditë të tjera, pra deri në fund të muajit, gjë që ata e bën. Pikërisht në Ramadan, Gjibraili vinte çdo vit për t'u siguruar që asgjë nga shpatja nuk i kishte dalur nga kujtesa, dhe këtë vit, pas veçimit, i dërguari i besoi Fatimes një sekret që nuk u duhej thënë ende të tjerëve. Gjibraili më reciton Kuranin mua dhe unë atij një herë në vit, por këtë vit ma ka lexuar 2 herë. Nuk mund të mos mendoj se më ka ardhur vakti. Muaji i Shevalit kaloi. Në muajin e 11, anë kënd Medinës u dha lajmi se haxhin do ta drejtonte vetë i dërguari. Lajmi ju dërgua fisëve të shkëndëtirës dhe mizëri njerëzish vërshuan në oazë nga çdo anë të kënaqur për rastin që do të kishin për ta shoqëruar të dërguarin në çdo hap të udhës. Haxhi do të ishte si asnjë tjetër për 100 vjet. Haxhin do të ishin të gjithë adhurues të Zotit. Asnjë dhujtar nuk do ta përdhoste shtëpinë e shenjtë me kryerjen e çfarë do riti pagan. 5 ditë para fundit të muajit, i dërguari u nis nga Medina në krye të mbi 30.000 burrave dhe grave. Të gjitha pashortet e tij ishin të pranishme, secila në hoftën e vet të shoqëruara nga Abdurrahman ibn Afi dhe Uthman ibn Afani. Ebu Bekri shoqëroi nga shoqja Esmaja, e cila lindi në njërin nga ndalesat e para një djalë të cilin e quajten Muhammed. Ebu Bekri ishte për kthimin e saj në Medinë, por i dërguari i tha të kryente larjen e përgjithshme dhe t'i dedikohej haxhit e të shkonte me ta siç kishte planifikuar. Në muskun e ditës së 10, pas nisjes nga Medina, i dërguari mbërriti kalimin përmes të cilit ishte hyrë në Mekë ditën e fitores. Atje kaloi natën dhe të nesërmen në mëngjes briti në lugore. Ku hyri në largësi shikimi nga qapja, ai ngriti duart në nderim duke lënë frerin e devesë së tij të binte, të cilin pastaj e mori në dorë e majt, dhe me dorën e djathtë të shtrirë në përgjërim u lut. O Zot, rritja kësaj shtëpie nderin, madhërimin, begatin, respektimin e devotshmërinë për njerëzve. Ai hyri në xhami e bëri 7 rrethet e qapës, pas të cilave u lut në mekamin e Ibrahimit. Pastaj duke dalur në Safa, shkoi 7 herë me saj dhe Mervës. E ata që ishin me të, bën çmosim për t'i gdhendur në kujtesat e tyre fjalët e sakta të lavdërimit dhe lutjes që ai shqiptonte në çdo mekam. Pasi kthye në xhami, ai hyri në qapë me mbajtësin e çelësave të saj, Uthman ibn Abdudarin, duke marrur me vete dhe Bilalin e Usaman si më parë. Por atë mbrëmje, kur ai vizitoi Aishën në ditën e saj, ajo vëreti se ishte i trishtuar dhe e pyeti pse. Kam bërë diçka sot, tha ai, që do të doja të mos e kisha bërë. Hyra në shtëpi dhe ndofta njëri nga populli im, e kishte fjalën për vitet e ardhshme. Nuk do të mund të hyj në të, dhe kështu mund të ndjej një farë shqetësimi në shpirt. Jemi urdhëruar t'i rrotullsillemi e jo të hyjmë në të. Ai refuzoi përsëri të qëndronte në ndonjë shtëpi në Mekë, me gjithë përgjërimin e Hanis që të rinte tek ajo, dhe ditën e 8 të hënës së re, nga u deven, deri në lukinën e Minas, i ndjekur nga pjesa tjetër e haxhinjve. Mbasi kaloi aty natën, ai vazhdoi pas agimit për në Arafat, një lukinë e gjerë afro 13 milje në lindje të Mekës, me të dalë nga vendi i shenjtë. Arafati është në rrugën për Taif dhe kufizohet në veri dhe lindje nga malet e Taifit, e ndarë për tyre dhe rrethuar nga të gjitha anet nga lugina. Është kodër e quajtur Arafat, ose mali i mëshirës.
Ajo përbën pjesën qendrore të kësaj ndalese të haxhit, e cila megjithatë shtrihet mbi pjesën më të madhe të udhësirës. Pikërisht në këtë kodër bëri ndalesën e tij dërguari atë ditë. Disa prej mekasve shprehen habi që kishte shkuar aq larg sepse ndërkohë që Haxhin shkuan në Arafat, Kureshët ishin mësuar të rinin brenda vendit të shenjtë, duke thënë: "Jemi populli i Zotit." Por ai tha se Ibrahimi e kishte urdhëruar ditën e Arafatit si pjesë thelbësore të haxhit dhe se Kureshët e kishin braktisur këtë praktikë të tij. Atë ditë i dërguari theksoi lashësinë e haxhit dhe fjalët të shëgimia e Ibrahimit ishin shpesh në buzët e tij. Për t'u angulitur krejt fisëve së tani e tutje, gjakmarrjeve u kishte ardhur fundi anë kënd bashkësisë së Islamit dhe se jeta e zotërimit e çdo njeriu ishin të shejta. Ai dërgoi si të lallë në përmizërinë e njerëzve vëllain e Safanit, Rabien, i cili kishte zë të fuqishëm, dhe i tha të deklaronte: "I dërguari i Zotit thotë, a shihni cili muaj është?" Ata heshtën dhe ai u përgjigj: "Muaji i shenjtë." Pastaj pyeti: "A shihni cila tokë është?" Ata heshtën përsëri dhe ai u gjegj: "Toka e shenjtë." Atëherë tha: "A e dini cila ditë është?" Dhe sërish u përgjigj ai: "Dita e haxhit të madh." Atëherë ai kumtoi sipas udhëzimeve të dërguarit: "Vërtet Zoti ju e ka bërë të pacënueshëm gjakun e njëri tjetrit dhe pronën e njëri tjetrit, gjersa të takoni Zotin tuaj tamam siç e ka bërë të pacënueshme këtë ditë tuajën, në këtë tokë tuajën, në këtë muaj tuajin." Kur dielli e kishte kaluar zenitin, i dërguari mbajti një ligjëratë të cilën pasi lavdëroi Zotin, e filloi me fjalët: "Dëgjomeni o njerëz, se nuk e di nëse do të takohemi më me ju në këtë vend pas këtij viti." Pastaj i këshilloi të trajtonin njëri tjetrin mirë dhe u bëri shumë për kujtimet e asaj që ishte urdhëruar e të asaj që ishte ndaluar. Më në fund ai tha: "Kam lënë mes jush atë që u kopet fort, pastaj do t'ju ruaj nga gabimi." Një tregues të qartë librin e Zotit, fjalën e pejgamberit të tij: "O njerëz, dëgjoni fjalët dhe merrni vesh." Pastaj u përcolli një shpatje, të cilën sapo e kishte marrë dhe e cila e përmbylli Kuranin, sepse ishte fragmenti i fundit që u shpall. Këtë ditë jo besimtarët e humbin shpresën për t'u ambisunduar fenë. Ndaj mos ju frikoni atyre. Po mua, këtë ditë përsosa për ju fenë e juaj dhe përmbusha nderën time ndaj jush dhe pata kënaqësinë e mirë të zgjedh për ju si fe Islamin. Ai e përfundoi ligjëratën e shkurtër me një pyetje të sinqertë: "O njerëz, a ju e kam përcjell besnikërisht mesazhin?" Një murmurim e fuqishme pohimi: "O Zot, po." U ngrit nga mjera fyte dhe fjalët rrithëruese: "Allahume, ma ushtrin rrufeshëm për gjatë luginës." I dërguari ngriti gishtin tregues dhe tha: "O Zot, dëshmo." Pastaj u fal namaz. Dërsa pjesa tjetër e ditës së Arafatit u kalua në meditim e lutje. Sa po përëndoi dielli, i dërguari hipi mbi devën e tij dhe duke i kërkuar Usamës ta ndiqte, zbriti nga kodra përmes luginës në drejtim të Mekës, i pasuar nga haxhin të tjerë. Tradita ishte që të ngaj shpejt në këtë pikë, por pas shenjës së parë të teprimit ai i thiri avash me qetësi shpirti të fortit mes jush të bëjnë kujdes për të dobtit. Natën e kaluan në Muzdelife, e cila ndodhet brenda vendit të shenjtë, dhe aty mblodhen gurales për të dëgjuar shejtanin, i cili përfaqësohet nga drejshtylla në Aqaba dhe rruginën e Minas. Sevdia kërkoi lejen e të dërguarit të rinte Muzdelifen më herët. Duke qenë trup madhe, ajo kishte vuajtur më shumë nga xhetësia dhe nga mundimet e udhëtimit dhe ishte e ëndshme.
ta kryente ritin e kurzimit para se të mbërrinte mizeria. Kështu që ai e dërgoi përpara në shoqëritë e Sulejmit, të shoqëruara nga Abdullahu, njëri prej djemve të Abasit. Veti dërguari fali sabaun në Muzdelife dhe u priu haxhinjeve drejt Akabas me fatlin e hipur mbrapa mbi devën e tij. Pikrisht në këtë pikë dhe ditë 12 vjet më herët, ai kishte takuar 6 burra Hazreq dhe i kishin dhënë besën duke i shtruar rrugën pakteve të Akabas së parë e të dytë. Pas gurzimit, kafshët të bën kurban dhe i dërguari thiri dhe kë t'i ruan të kokën. Haxhin të mblodhen rreth tij në shpresën të merrnin diçka kaqurrel flokësh të tij. Ebu Bekri do të vinte në dukje me vonë kontrastin e Halidit të Uhudit dhe ndekut me Halidin që tha tani: "O i dërguari i Zotit, ballukja jote mos ja jep kujt përveç meje, të bëfshin kurban im atë e im më." Kur i dërguari ja dha, ai e shtrëngoi me ndërim mbi sy dhe buzë. I dërguari tani u kërkoi haxhinjeve të vizitonin Qabën dhe të ktheshin për të kaluar atë natë e dy të tjera në Mina. Ai priti deri pas ditën vonë, atëherë bashkëshortët të shoqëruan në Mekë, me përjashtim të Aishës, e cila nuk ishte në gjendje pastërtie rituale. Pak ditë më vonë, me të bërë aftë, ai i dërgoi jashtë vendit të shenjtë, të shoqëruar nga vëllai Abdurrahmani. Atje ajo u dedikua rishtasi dhe duke shkuar në Mekë, bëri rrotullimet përreth Qabës. Pasi kreu fushatën e Yemenit, trupa prej 300 kuajsh që i dërguari kishte dërguar në Ramazan, po i afroi Mekës nga jugu. Aliu kishte kaleruar përpara burrave të tij, i edhshëm të takonte të dërguarin sa më shpejt të ishte mundur për të kryer haxhin me të cilin tani ai e kishte kryer. Mes një të pestës nga plaçka luftës që t'i takonte shtetit, kishte mjaft lirë për të veshur të rushtrin, por Aliu kishte vendosur që ai duhej dorëzuar të dërguarit i paprekur. Mirë po në mungesë të tij, njeriu të cilin e kishte lënë përgjegjës e kishin bindur t'i huazonte çdo njeriu një ndërres të re rrobash nga liri. Dërimi ishte shumë i nevojshëm sepse ata kishin qenë larg shtëpisë për thuajse 3 muaj, ku nuk ishin larg nga të hyrit në qytet. Aliu kaleroi për jashta që t'i takonte dhe u çudit tek pa shndërrimin që kishte ndodhur. "U e thash unë beshjet", tha zëvendës komandanti. Ka pamja tyre të ishte më e qendur kur të hynin mes njerëzve. Ata e dinin se gjithkush në Mekë do të kishte veshur rrobat më të mira në ndërim të festës dhe ishin të ëndshëm të dukeshin më së miri, por Aliut ju duk se nuk mund të miratonte njëri të tillë dhe i urdhëroi të rivishnin rrobat e vjetra dhe t'i kthenin të rejat të plaçka luftës. Përgjatë tërkampit u ndje mëri e madhe, dhe kur dëgjoi për këtë i dërguari tha: "O njerëz, mos e vajsoni Aliun, sepse ai është tepër i skrupullt në rrugën e Zotit për t'u fajsuar." Mirë po, këto fjalë nuk mjaftuan, ose ndoshta u dëgjuan vetëm një herë nga disa, dhe mëria vazhdoi. Gjatë kthimit nga Medina, një nga ushtarët ju ankua thekshën të dërguarit për Aliun, fytyra të cilit ndëroi ngjyrë. "A nuk jam më i afërt ndaj besimtarëve se sa vetët e tyre?" tha ai, dhe kur personi pohoi, ai shtoi: "Kujt do që jam më i afërt? Unë, i është më i afërti Aliu." Më vonë gjatë udhëtimit, kur u ndalën në Kadir, ai mblodhi të gjithë njerëzit së bashku dhe duke kapur Aliun përdori përsëriti këto fjalë, të cilave ushtoi lutjen: "O Zot, bëu miku i atij që është mik i tij dhe hasmi i atij që është hasmi i tij." Dhe murmurimet kundër Aliut u heshtan. Një nga përfaqësitë e vitit të shkuar kishte qenë nga një fis kristiani Jemames, Beni Hanife, territori të cilëve shtrihej përgjatë kufirit lindor të Nejdit. Ata ishin pajtuar të hynin në Islam, por tani njëri nga burrat e tyre quajtur Muselime pretendonte se edhe ai ishte i dërguar, dhe jo shumë kohë pas kthimit të haxhinjeve nga Meka, letra më poshtë më usoll në Medinë
nga 2 të dërguar prej Jemimës, nga Musailime i dërguari i Zotit, për Muhamedin e të dërguarin e Zotit, paqe pas mbi ty. Më është dhënë të ndaj autoriteti me ty. Gjysma tokës është e jona, dhe gjysma u takon Kurejshëve, pse ata janë shkelësit. I dërguari i pyeti të dërguarit se çfarë mendonin për çështjen në fjalë, e ata thanë: opinioni ynë është tamam si ti. Pasha Zotin, tha i dërguari, të mos ishte që të dërguarit nuk bën të vriten, do t'ju kisha hequr kokat. Pastaj diktoi një letër që t'ja jepnin zotëriu të tyre. Nga Muhamedi, dërguari i Zotit për Musailime, gënjeshtarin, paqe pas mbi atë që ndjek udhërefimin. Vërtet toka është e Zotit, ai e bën të trashëgojë atë. Këtë do ai nga shërbëtorët e tij. Dhe fundi është në favor të përzotshmëve. 2 mashtrues të tjerë u shfaqën në këtë kohë, Tulejhe, një prijes i Beni Esetit, dhe Sved i Kabi i Gjemenit. Jemenasi pati një sukses të shkurtër dhe mori kontroll të shpejt mbi një sipërfaqe të gjerë, por ky lartësia e tij ja ktheu shpejt shumë nga ndjekësi kundra dhe pas disa muajsh ai u vra. Tulejhe më në fund u mposht nga Halidi. E pasi hoqi dorë nga të gjitha pretendimet, u bë forcë për Islamin. Sa për Musailimen, ai e pa të risk të shpohej nga një shtizë prej dorës së Vashiut. Ndërsa Abdullahu, biri i Nusejbës, i dha një goditje dikjeprurse me shpatë. Por kjo mposhtje ndodhi muaj më vonë, hër për hë, teksa hëna haxhit po venitej e viti 11 i hijretit, po hynte të gjithë këta mashtrues ishin rreziqe potenciale për Islamin. Ishte edhe një grua temimase e quajtur Saxhe, e cila pretendoi të ishte profete. Por i dërguari nuk ishte i predispozuar të ndërmerrte veprim ndaj tyre. Vëmendja e tij u kthye nga veriu ditëve të fundit të Seferit, muajit të 2 të vitit, në fund të majit 632, ai vendosi se kishte ardhur koha të përmbysej humbja në Mute. Pasi urdhëroi nisjen e përgatitjeve për një fushat kundër atyre fisëve arabe të Sirisë që ishin rreshtuar me legionet perandorake, ditën kur Zeidi dhe Xhaferi ishin vrarë, ai i thiri të binin e Zeidit, Usman, dhe me gjithat mosh të re e vuri në krye të ushtrisë prej 3000 vetash.